Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet lokale të Maqedonisë Veriore për 2025. Debat për një me është debati i vetëm i cili zhvillohet platformë televizive që zhvillon debatet zgjedhore mbi standardet e verifikimit të fakteve, apo si quhen ndërkombëtarisht fact check. Po përveç Kosovës, këtë javë kemi mbulu edhe Maqedoninë e Veriut me debate të këtij standardi. Ky projekt realizohet në bashkëpunim mes kanalit të dy televiziv Maqedonisë së Veriut, MRT2, i cili transmeton gjuhën shqipe, edhe Radio Televizionit Publik Kosovës, RTK-s, bashkë me Kallzo Pikomin dhe debat për një me. Për një javë me radhë, do t'jemi me ju për me sjell këto debate prej komunave më të mëdha që qeverisin kryesisht nga komuniteti shqiptar, i pat disa prej komunave tjera, e sonte e kemi komunën e Gostivarit. Komunë kjo me rreth 60.000 banor edhe me sfida të mëdha që presin zgjidhje nga qeverisja lokale. Për Gostivarin në këto zgjedhje garojnë Sebaedin Dauti nga koalicioni Vlen, Valbon Limani nga koalicioni AKI, Darko Grujoski nga partia Levica apo e Majta, edhe Visar Ademi, kandidat i pavarur. 2 nga 4 kandidatët kanë dezertu nga debati, ndërsa ne sonte e kemi studio Valbon Limanin nga Aleanca Kombëtare për Integrim dhe pas ti do të mund të ndeshni Visar Ademin, kandidat të pavarur. Në rend parë, Valbon, faleminderit që ke ardhur pi Gostivarit, ke udhëtu me qenë këtu në Prishtinë, ku po e zhvillojmë debatin, po mu po më intereson pse s'vjen ky Dauti, kandidati zotni Dauti i Vlenit, pse s'vjen ky në debat me ty? Mirë, fillimisht faleminderit shumë për ftesën jeta. Rreth mosardhjes së kandidatit të tretë, nuk e di, besoj që është në aktivitete, është ndoshta në fushat dhe ndoshta nuk mund të gjej kohë dhe nuk është të arsyeshme për të debatuar, por gjithsesi qytetarët do të shohin, të gjithë ne do të shpalosim programet dhe idetë tona dhe ato do të japin fjalën e fundit. A keni pas përballje në ndonjë debat tjetër ju dy? Jo, deri tani nuk kemi pasur, kemi pat një debat tjetër në... Mos po tutë ty diçka, mos i ki tutë njësa? Jo, nuk besoj, kemi pas një në Maqedoninë e Veriut, në televizionin 21, mirë po aty ishim vetëm me kandidatin e pavarur, zotëri Visar Ademi. Prap, do me thonë, asnjëherë s'ke qenë me Vlenin, deri tash? Jo. Interesant. E kjo ishte, sa i përket mungesës Vlenit, mu ballafaqu me ty, po pse nuk del ti me Visar Ademin, kandidati i pavarur? Me Visar Ademin kemi pas një debat dhe besoj që shikuesit tanë edhe në Maqedoninë e Veriut, por edhe këtu e kanë ndjekur debatën. Unë besoj që platformat duhet shpalosen, shumë debate lejnë shumë hapësirë edhe për keq interpretime, edhe për sugjerime të ndryshme, kështu që mendoj që një debat është i mjaftueshëm që qytetarët ta vlerësojnë punën e çdo njerit prej nesh. Valbon, po shkojmë tutje platforma e zgjedhjeve, platforma juaj për Gostivarin 4 vitet e ardhshme, kjo është 2 minutësh i parë. Po. Platforma jonë është një marrëveshje e re me qytetarin, apo një vizion për komunën që zhvillohet me plan, me transparenci dhe me dinjitet. Ne ofrojmë një program konkret me projekte konkrete të cilat synim kryesor do të kenë që të arrijnë deri tek çdo qytetar i komunës së Gostivarit dhe do të ndikojnë në jetën e qytetarit, në punë, në përditshmëri, në lëvizje dhe të gjithë sferat të cilat e prekin qytetarin e Gostivarit. Kemi shumë projekte
të realizuara, por tani kemi edhe shumë projekte për të cilat më veç edhe kemi fituar grante, kështu që gostivarin në 4 vjeçarin e ardhshëm e presin shumë punë dhe besoj që një pjesë e madhe e problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët tanë do të jenë të zgjidhura deri në fund të mandatit. Po shkojmë te temat kryesore që i kemi na, që është planifikimi urban. Qysh e planifikoni tjerë zgjidhjen e problemeve urbane të zhvillimit urban që i ka Gostivari? Mirë, edhe këtu jemi përqendruar që fillimisht atë pjesën qendrore të qytetit pak ta shkarkojmë nga komunikacioni edhe por edhe nga fluksi i madh i qytetarëve. Kemi në plan, domethënë, disa projekte infrastrukturore të cilat do të japin një impakt jashtëzakonshëm, besoj. Njëra prej tyre është një urë e re, ura tek gjykata ndër urat kryesore në komunën e Gostivarit, e cila do të ndërtohet urë e re me 4 korsi, me korsi për biçikleta dhe me korsi për këmbësor, edhe mjetet janë të siguruara, edhe lejet i kemi krejt. Shpresoj që në fillim të vitit 2026 të fillohet me punë. Gjithashtu kemi punuar edhe në transformimin e sheshit të qytetit, ku planifikojmë, është një projekt goxha serioz dhe i madh, planifikojmë që të ketë 9 kalime me të vetmin qëllim që ashtu siç thash, ta shkarkojmë pak qendrën e qytetit dhe në të njëjtën kohë të jetë një vend i ri për qytetarët tonë ku do të mund ta kalojnë kohën, shesh me shumë elemente tjera. Sa nën kalime mendojnë që kemi i kry deri në fund mandatit tash? Deri në fund mandatit, simbas projektit të cilën e kemi për qendrën e qytetit, domethënë është një rrugë e cila pastaj ndahet në 3 rrugë tjera, të cilat dalin në 3 dalje konkrete aty në sheshin në qendrën e qytetit. Përveç kësaj, me që e di se sa ka kapacitet komuna, nëse nuk arrim të sigurojmë fonde tjera, besoj që kjo do të jetë maksimumi që do të mund ta bëjmë në mandatin 4 vjeçar. Këtu pa tjetër të përmendi edhe bulevarin apo arterien kryesore të qytetit, bulevari Vllezrit Gjinoski, i cili në një pjesë është i ngushtuar, në fakt në 2 pjesë, në 2 segmente. Njërin segment më veç kemi kryer procedurat e ekspropriimit, ajo pjesa para komunës së Gostivarit, dhe ajo në vitin 2026 do të realizohet, do të bëhet me 4 korsi ashtu siç është e paraparë me plan, ndërsa ngushtica tjetër e cila ekziston dhe ku ka disa shtëpi dhe disa lokale, aty më veç do të shohim në një marrëveshje me bashkëqytetarët tonë, qofse edhe nga ana e tyre kanë disponim që të njëjtën ta realizojmë si projekt, besoj që edhe atë deri në fund të mandatit do të realizojmë dhe me këtë dukshëm do të lirohet komunikacioni në qytetin e Gostivarit. Vetë përmende saktë që ky bulevardi kryesor Vllezrit Gjinoski, aty duhet bëhen shpronësime. A ka komuna pare në 4 vitet e ardhshme, a ke planifikuar shpronësime? Po, kemi planifikuar të holla për shpronësime, edhe atë kemi planifikuar që një 4 vitet e ardhshme çdo vit të rritet zëri buxhetor për shpronësime, me të vetmin qëllim që... Sa ka me kushtu krejt shpronësimi për bulevard? Po, simbas vlerësimeve të sektorit i cili punon në këtë çështje, diku afër 2 milion euro, mirë po, gjithsesi ekziston edhe mundësia që atyre pronarve tu bëhet kompenzim me tokë ndërtimore e cila është në pronësi të komunës së Gostivarit, kështu që do t'i shohim mundësitë më të mira, por gjithsesi besoj që në bashkëpunim me bashkëqytetarët tanë që kanë aty prona do t'ja arrijmë qëllimin. Masi e përmene tokën ndërtimore, unë po du prej teje me ditë, sa kat keme lanë mu ndërtu edhe ku në Gostivar? Në Gostivar është diskutuar edhe me një grup punues të arkitektë dhe ndërtimtarëve, si dhe ato që bëjnë planifikimin urban, dhe ne si plan për 4 vjeçarin e ardhshëm kemi zgjerimin e Gostivarit, posaçërisht në drejtim të planit general urbanistik, plani i cili punohet një herë në 10 vite, dhe besoj që me zgjerimin e këtij plani urbanistik, por paralel me atë edhe me planet detale urbanistike, do ta shkarkojmë qendrën e Gostivarit nga godinat të cilat janë me lartësi më të madhe.
ekipi ynë, unë dhe gjithë ekipi ynë do të insistojmë që në pjesën qendrore të qytetit mos të ketë godina të larta, për të njëjtat Na kallëzo sakt cilat pjesë qytetit keme lanë godina të larta, në cilën? Po blokët ne i quajmë blok janë blok 1, 2, 3, 4, 5, do me thënë këto janë 4-5 blogjet e para të cilat gjenden në qendër. Valbon maksimum? Nuk e di fiks sa është e paraparë me ligj, po besoj që është dikund me lartësi H10.2 në qoftë se nuk gaboj. 10.2. A do të keni guxim me i rishiku letë ndërtimore që janë dhënë të kalumën kur keni qenë pjesë e pushtetit? Gjithsesi, ato të gjithë lejet të cilat i jepen, kontrollohen nga 2-3 zyrtarë dhe aprovohen, kështu që në çdo moment në qoftë se diku vërej që ka ndonjë paregullsi apo diçka tjetër, patjetër që do të intervenoj. Kemi marrë pyetje nga qytetarët të Gostivarit dhe hulumtues tonë që i kanë konsultua ata dhe kemi pyetje specifike për lagje që po kërkoj përgjigje nga ju. Rruga që shon deri te varrezat e fshatit Dunj tashmë 8 vite nuk është e rregulluar, po thojnë qytetarët. Para zgjedhjeve ka filluar me ushtru asfalti, mirë po ky asfalt po shtrohet pa e përfunduar mas pari rrjetin e kanalizimit. Pa e përfunduar rrjetin e kanalizimit njëherë kjo rrugë përsëri duhet të prishet dhe të asfaltohet. A është kështu? Jo, me siguri flitet për rrugën tek varrezat e fshatit Çegran, sepse në fshatin Zdunj mendoj që të gjithë rrugët janë disa pjesë të asfaltuara, disa pjesë të bekatonizuara, ndërsa nëse flasim për rrugën... Mirë, na tregoni cilat janë rrugët prioritare që ju premtoni me i shtru në mandatin e ardhshëm? Me thanë, në mandatin e ardhshëm kemi, ashtu siç thash, edhe projekte të gatshme me lejet e ndërtimit dhe me grantet të fituara diku afër mbi 27 projekte infrastrukturore. A mundeni me i përmend me emra cilat janë këto projekte, disa prej tyre? Do me thanë, kemi disa projekte kemi në qytet, brenda qytetit, janë rrugë të ndryshme, siç janë rruga Goce Delçev, rruga Ilindenska, rruga Ivo Lolla Ribar, rruga Panče Popovski, e kështu me radhë. Kemi të planifikuara edhe rrugë në fshatin Raven, rrugë në fshatin Vërtok, rrugë në fshatin Padalish, rrugë në fshatin Llakavic, dy rrugë në fshatin Debresh. Në fshatin Reçan më veç e realizuam rrugën e cila lidh me Vërtokun, rrugë në fshatin Tumçevisht, në Turçan të madh, në Turçan të vogël, thanë gati se gjithë vendbanimet janë të parapat spaku nga 1 deri 2 projekte infrastrukturore apo rikonstruim të rrugës. Sa pare vyn me i kry qëto projekte në 4 vjetë? Sa kushtojnë qëto? Për këto projekte, për shumicën prej këtyre, ne në thirrje, 2 thirrje të cilat i kishte Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut nëpërmjet kredisë hungareze të cilën e quajmë ne, Gostivari përfitoi diku mbi 12 milion euro, domethënë aplikuam dhe përfituam nga këto mjete dhe shumica e këtyre afër 70-80% janë të siguruara, domethënë të hollat të siguruara nga qeveria dhe besoj që të gjithë do të realizohen, ato 20% normal me kapacitetet financiare të cilat kemi. Pjesa tjetër 30% mendon që kryhet me buxhet lokal? Po, me buxhet të komunës. Po ashtu, qytetarët na kanë qenë pyetje lidhur me 15.000 vetura që janë në Gostivar e që kanë 1.000 vende parkingu. Do me thonë, mungesa e parkingjeve është paraqitur si problem Gostivar. Sa parkingje, garazhe do t'i siguroni gjatë mandatit ardhshëm? Po, do me thënë është punuar edhe në këtë drejtim, kemi planifikuar afër godinës së komunës, ku e kemi parkun afër komunës, i cili quhet parku i komunës, aty në 2 etazhe, do me thënë kemi planifikuar dhe më veç kemi projektuar në 2 etazhe të ketë parking nëntoksor, e cila do të sigurojë 126 vende parkimi dhe gjithsesi në projektin për sheshin e Gostivarit janë të parapar diku mbi 220 vende, gjithashtu në 2 nivele parking nëntoksor. Paralel me këtë, në të gjithë pjesët apo lokacionet ku ka kushte për parking publik, gjithsesi edhe ato do t'i shndrojmë në parkingje publik, kështu që mendoj që zotojmë se deri në fund të mandatit spaku do të kemi plus 500 vende parkimi,
por edhe me këto intervenime të cilët do t'i bëjmë në rregullimin e komunikacionit, besoj që lëvizja në Gostivar do të jetë pak më e rehatshme dhe më e mirë. Tash po du me fol pak për shërbimet publike, sepse keni problem të madh me ujë në Gostivar. Faktikisht, qysh do të siguroni ujë në gjithë Gostivarin? Na kanë qu fshati Debresh, Bajin, Cegan nuk kanë ujë sjellës. Kur ka me pas ujë sjellës në këto fshatra? Thonë, problemi me ujën është problem i cili theksohet në muajt e verës, kur në Gostivar, ashtu si që e dim edhe në gjithë vendet tona, sepse e dim që mërgimi e ka bërë veten, dyfishohet numri i banorëve dhe atëherë më kërkesa rritet gati se 2 fish për ujë, por evidente është se disa fshatra kanë edhe gjatë vitit, mirë po nuk janë problemet aq të theksuar siç i përmendet fshati Debresh, gjithashtu fshati Banjic, ka 2 lagje mbi qytetin Fazaneri dhe Grudajs të cilat kanë problem, por edhe ndonjëherë edhe fshatrat Çegran dhe Forin. Është punuar në rrjet të ri të ujësjellësit, i cili duhet deri në pranverë të finalizohet, domethënë ka edhe 2 pjesë, 2 segmente të cilat duhet të mbarohen që i njëjti të shtihet në funksion, por paralel me atë, posaçërisht në fshatin Debresh, do të punojmë edhe në një linje të re dhe besoj që deri në fund mandatit të gjithë vendbanimet të cilat janë në suazat administrative të komunës së Gostivarit të kenë ujë të pishëm dhe të furnizohen, por paralel me këtë patjetër ta përmendi do të punojmë edhe në kampanjë në ngritjen e vetdijes për harxhim racional të ujit, sepse ndodh që gjatë muajve të verës në lagje të caktuara ndonjëri ta vadis tar në ditën oborin e vetbafshën e dikush nuk ka. Po jo, gjoba fillimisht do të punojmë në ngritjen e vetdijes, kemi një plan edhe me ujmatës digital, me të cilët mendojmë që kontrolli do të jetë më i mirëfillt, kështu që do të punojmë bashkë me qytetarët. Mirë, ta marrë premtimin e qartë. A e premton ujin 24 orë, ujë të pishëm në krejt çdo fshatra që i përmenëm edhe lokacionin në Gostivar? 4 vitet e ardhshme? Po, deri në fund të mandatit po. Kur jemi e gjobat the njëherë me vedisu, po me qëtate, dhe në fund mandatit, nëse vedisimi nuk arin mos abuzim, s'ka mjetë matë mirë se gjoba. A premton me lëshu gjoba, a hiç do me lëshu? Unë besoj, duke i njohë bashkëqytetarët e mi, besoj që me vedisimin e tyre nuk do të ketë nevojë për gjoba, por gjithsesi, ti ke qenë 2 vjet e fundit ke udhëheq aty, apo? Por gjithsesi, në qoftë se ka nevojë, gjithsesi do të intervenohet edhe në atë drejtim. Edhe aty. Kur jemi te uji, Valbon, Vardari po mushët domethënë lumi Vardari po mushët me ujra të zeza, po mushët me kanalizim. Qysh keni me u siguru që qaj ujë që është mos mu ndodh me kanalizim? Po, edhe kemi mendu, do me thanë, kemi plane konkrete dhe në atë drejtim, kemi pas takime me institucionet ndryshme ndërkombëtare të cilat punojnë në këtë drejtim, edhe për të planifikuar, por edhe për të siguruar fonde, duke ditë se këto projekte janë projekte të cilat kanë kosto të madhe, do me thanë do të punojmë në optimizimin apo minimalizimin e ndikimit të këtyre ujrave të zeze në Vardar. Do të punojmë pari në projektimin e një stacioni të filtrimit të ujrave të zeza, e pas asaj do të punojmë paralel me atë edhe deri në vendosjen e gypave çdo kund ku kemi dalje të ujrave të zeza dhe të gjitha ato të mbarojnë në 1 apo 2 pika të caktuara dhe mbas kësaj normal me filtrimin i cili do të kryhet në këto stacione të del si ujti i filtruar i pastruar. Sa pare kushton që ky projekt që e përmene? Këto projekte nuk kam kosto të sakta, mirë po e di se kushtojnë me 10 milion euro. A i ka Gostivari vetë këtu? Gostivari nuk i ka, por unë besoj fuqishëm se me partner ndërkombëtar, sepse deri tani kemi pas plot projekte të cilat i kemi realizuar, besoj se me partner ndërkombëtar do të arrijmë që të gjejmë fonde dhe të njëjtat të realizojmë. Mirë po, a e premton kështu në 4 vjet apo s'po garanton? Pasi nuk varet prej buxhetit vetanak të komunës, nuk mund përzotohem se do të bëj çmos që deri në fund mandatit s'paku një pjesë të kësaj ta kryej. Çfarë masa keni me marë për deponin në Rusino, e cila vazhdon me kudërbuj?
Mirë, deponia Rusino është deponi rajonale dhe këtu kemi të gërshetuar kompetencat ndërmjet Komunës së Gostivarit, Ministrisë për Ambient Jetësor, si dhe ndërmarrjes të përbashkët publike Rusino Pollok. Ne si komunë gjithmonë kemi ngrit zërin edhe për përmirësimin e kushteve, por mbi gjitha do të insistojmë që në një afat të caktuar deponia Rusino të mbyllet dhe e njëjta të transferohet në ndonjë lokacion tjetër në rajonin e Pollogut, sepse aty 9 komunat që janë pjesë të rajonit të Pollogut i deponojnë mbeturinat e veta. Paralel me këtë, nëse nuk arrim, do punojmë me Ministrinë e Ambientit Jetësor, por edhe me ndërmarrjen që të sigurojmë partner të cilët do të kenë reciklim, por gjithashtu pse jo edhe prodhim të biogasit. Kemi pas deri tani kontakte me kompani të ndryshme dhe me institucione ndryshme, por këtë gjithsesi do të duhet ta bëjmë patjetër në bashkëpunim edhe me Ministrinë edhe me ndërmarrjen e përbashkët publike Rusino Pollok. Valbon, pasi na jena debat që i regjistrojmë premtimet, unë po du kadal me shku me të pyet për secilin premtim, trotuar ku premton, shtigjet bicikletave ku premton, ndriçim publik ku premton, sepse lagje do të shikojnë edhe secili t'i japin përgjigje. Ku kemi trotuar të ri në 4 vitet e ardhshme? Në 4 vitet e ardhshme do të ketë trotuare gjithandej ku ka nevojë dhe ku është e parapan me planin urbanistik. Tani për tani nuk besoj që ka mungesë të madhe të trotuareve brenda qytetit tonë, por gjithsesi aty ku do të ketë nevojë dhe ku gjithsesi ku ka kërkesë, por mbi gjitha ku lejojnë kushtet e planifikimit urban, do t'i ndërtojmë deri në fund të mandatit. Shtigjet bicikletave? Shtigjet bicikletave është punuar goxha, kemi edhe planifikojmë dikunte afër 3 deri 4 kilometre në 2 vitet e pare për t'i shtuar. Besoj që edhe në 2 vitet e fundit do të shtojmë po aq, besoj që deri në fund të mandatit do të arrijmë diku 6 deri 8 kilometre shtigjet të bicikletave. Porçe, sa porçe treja i kemi në Gostivar në 4 vitet e ardhshme, nëse ti po shkruaj? Në Gostivar kemi një park qendror, parku më i madh i qytetit, për të cilin gjithashtu kemi plane dhe projekt në këtë 4 vjeçar të ardhshëm, por një prej disa parqeve të cilat planifikojmë t'i bëjmë, një është tek ndërtesat tek stacioni autobusave, ku ishte një vend i parapar për një godin, mirë po normal me insistimin e ekipit, ai vend do të shndrohet në një park të vogël për ato banesat, godinat ekzistuese, dhe në çdo vend banim ku do të ketë mundësi dhe kërkesë, do të mundohemi që të gjithë atyre t'ju sigurojmë nga një park të vogël me të vetmin qëllim që edhe fëmijët, po edhe të rriturit të kenë vend për rekreim. Ndriçim publik, ku do të shtroni ndriçim publik? Ta përmends edhe parkun tek stacioni autobusave, i cili më veç është në ndërtim me sipër. Kemi një park i cili do t'ju mundsoj ndërtesave tek stacioni autobusave. Sa i përket ndriçimit publik, unë mendoj që gati se 80% e nevojave apo e vendbanimeve të cilët gravitojnë në komunën e Gostivarit janë të mbuluara, aty ku ka nevojë për intervenim gjithmonë intervenojmë. Besojnë që ose ka edhe kërkesa të reja, shembull për lagje të reja apo për rrugica të reja në të cilën ndërtohen shtëpi të reja, gjithsesi me të njëjtën dinamik do të vazhdojmë t'ju sigurojmë ndriçim publik. Atëherë po du pak me të pyet për arsim. Çka janë investime që do mi buar në arsim? Çka ka mendruar nëse ti vjen në pushtet në arsim? Mirë, në arsim edhe në këto 15 muajt e kaluar kemi bërë goxha investime, edhe pse në Maqedoninë e Veriut projektet infrastrukturore të cilat kanë të bëjnë me infrastrukturën e shkollave janë në kompetencat të Ministrisë së Arsimit, mirë po ne si komunë gjithmonë kemi dalë në ndihmë aty ku ka pas nevojë kështu imediate, edhe në mandatin 4 vjeçar shumë pak kanë bet punë për të bërë në për shkollat, sepse shumica më janë të renovuara me dritare të reja, me nxemje qendrore kështu me radhë. Së fundi kemi filluar në 3 shkolla, më veç janë vendosur edhe fotovoltaik në qatit e shkollave.
Aty ku ka nevoj, pak ka mbetur, mirë po ka ende nevoj për të punuar, aty ku ka mbetur të intervenohet edhe në disa shkolla, gjithsesi në 4 vjeçarin e ardhshëm do të mundohemi edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, por edhe me buxhetin vetenak që të sanojmë apo që të përgjigjemi të gjithë kërkesave të cilat ekzistojnë në këto shkolla. Sa shkolla janë me 2 ndrime në Gostivar? Do me thënë të gjithë shkollat në zonën rurale janë më veç me 1 ndrim, ndërsa shkollat të cilat gjenden në qytet për momentin janë me 2 ndrime. Edhe për këtu kemi një plan, do me thënë që të punojmë në atë drejtim që spaku, gjysmat e këtyre shkollave deri në fund mandatit të kenë mësim me 1 ndrim, së paku. Së paku, nëse po thuva Alban së paku gjysma shkollave të bëhen me 1 ndrim, kallëzëm cilat shkolla menon që kemi i bo me 1 ndrim? Do me thënë kemi 4 shkolla të mesme, edhe në qytet edhe 4 shkolla fillore. Prej shkollave të mesme, besoj që shkolla e mesme ekonomike kemi mundësi që ta bëjmë me 1 ndrim, ndërsa prej shkollave fillore do të varet pasi që projekte ndonjëherë ngecin në ato kanalet administrative dhe birokracinë tonë, por besojmë se prej shkollave fillore do të arrijmë që shkollën Bashkimi ta bëjmë në 1 ndrim, si dhe shkollën Mustafa Kemal Atatürk, një shkollë gjithashtu fillore. Dhe nëse buhen qëto me 1 ndrim, a nën kupton kjo që po premton mësim gjëditor? Jo vetëm që të mos ketë ndrim 2, po të zgjatet orari me program 3 këtyre që janë aty në 1 ndrim. Kështu për ta njohtuar publikun, në Gostivar në këto shkolla ka mësim tërditor, do me thënë të nxënësit e klasave të ulta, në të 4 shkolla kanë mësim tërditor dhe ata të cilët kryen deri në ora 12, vazhdojnë deri në orën 4, sepse kështu bëjmë edhe optimizimin e mësimdhënësve, pasi që kemi numër më të madh të mësimdhënësve dhe mundohemi që të gjithë ta ruajnë vendin e punës dhe mos ketë teprisë teknologjike. E a ka mësim gjëditor në shkolla që janë me 2 ndrime? Po, do me thënë, për klasat e ulta në shkollat fillore kemi nga 1 deri 2 klasat të cilët u sigurojnë prindërve fëmijët e njëjtë të vazhdojnë deri në orën 4. 1 deri 2, po jo të gjithë fëmijëve, apo? Jo, do me thënë 1 deri 2 klasa. Po. E qysh me i botë që gjithë me shku në një program gjëditor, të gjithë? Në qofse ecën edhe procesi decentralizimi dhe të gjithë kompetencat i kemi ne, po me këtë edhe finansimin, sepse finansimi bëhet me blok dotacione nga Ministria e Arsimit dhe gati se për të gjithë vendimet, ne si pushtet lokal jemi të varur kryesisht prej Ministrisë për Arsimin. Sa qerë dhe treja? Atëherë nëse jemi të varur në atë si keni pushtetin plotësisht, sa qerë dhe treja? Qerë dhe të reja, 1 qerë dhe të re dhe 1 qerë dhe e cila do të shtohet një pjesë, një aneks. Qerë dhe e re do të jetë me kapacitet diku mbi 110-120 fëmijë, ndërsa ky aneksi në një qerë dhe në ekzistuar në fshatin Bajnicë të poshtme do të jetë me kapacitet diku 50 deri 60, në listën për pritje tani kemi diku 170-80 fëmijë dhe besoj se me këto 2 intervenime apo me këto 2 qerdhe deri në fund mandatit nuk do të ketë fëmijë në listë të pritjes. Valban, në Maqedoninë e Veriut gjithmonë kemi ankesa për qytetarëve për politizimin e arsimit. A janë drejtor që i kiq tash, po ashtu si drejtor mësuesa po edhe të partisë tënde? A janë kej drejt partisë tënde? Jo, ka edhe drejtarë të... Sa përqind janë t'jujt? Nuk i di me përqindje, në fakt nuk janë gati se prej drejtarëve të cilët janë aktual, shumë një pjesë e madhe, as që e din ku është zyra jonë, zyra e partisë tonë, kështu që shumica janë profesionistë në ato shkollat të cilat janë përzgjedhur, edhe besoj se të njëjtën do ta bëjmë edhe pas 19 tetorit, në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Nëse janë me këta të vlene, çfarë i bën ti? Nëse s'janë me ty, po aplikojnë? Po aplikojnë në qoftë se janë të mirë, pse jo le të udhëheqin shkollën, ne bëjmë më të mirën për nxënësit dhe për qytetarët tonë. Tash i kam disa pyetje të shpejta me po jo. A keni thjesht nëse ju ngritet akt akuz, për çka do? A do t'jepni dorëheqje?
Jo, sepse aktakuza me automatizëm nuk do me thanë se ke faj, sepse në shtetin tonë aktakuzat ngriten çdo ditë për çdo gjë. Mirë po në qoftë se ka një fakt të vogël për këtë shpërdorim, me një natë sekond do gjap dorëheqje. Mira, kemi përdor veturën zyrtare për punë personale. Unë veturën zyrtare nuk e përdor edhe për lëvizje zyrtare kushtimisht, shumë rrallë, dhe me thëmë ekstrem rrallë e përdor veturën zyrtare, gjithmonë para pëlqejt të ecin në këmbë, ndërsa kur bëhet fjalë për ndonjë destinacion më të largët, atëherë ndodh që ta përdor. A kemi bu transparent sa pare i harxhon në reprezentacion, dreka, dorka? Po, gjithmonë, edhe tash, edhe në të ardhmen do të bëjmë, qytetarët e shohin. Sa gra udhëheqëse dikasterave apo drejtoresha do të emrojsh? Po edhe tani ne kemi diku mbi 50% të udhëheqësve të sektorit dhe të shkollave gra, unë do të tentoj që këtë numër të arris në mandatin e ardhshëm. Faleminderit, shumë. Faleminderit dhe ju e nder dhe kënaqësi. Ishte ky Valbon Limani, kandidat i AKI-s, ndërsa tash ta ndjekim Visar Ademin, kandidatin e pavarur të Gostivarit. Ti Visar, faleminderit që ke ardhur, e pse se ba e dini, edhe Valboni nuk vinë me ty? Se di, sinqerisht, ajo është ndoshta pyetje për ata, por unë di të them që kjo është mungesë respekti. Edhe ndaj juve si televizion, edhe pasi kanë konfirmuar, por më tepër ndaj qytetarëve të Gostivarit, të cilat do privohen nga ballafaqimi i projekteve, ideve konkrete, dhe në fund vendosin se cili do t'i përfaqësojë më mirë ata në qeverisjen lokale. Unë kam menduar që karakteri i tyre do kishte qenë më i madh se sa çdo kapriço apo inat personal që ato e kanë me mua, me qëllim që t'i drejtohen qytetarëve, jo mua. Ato nuk bëjnë as nder mua. Por vjen keq edhe pas konfirmimit ato nuk e fuqizuan veten që të dalin mbi veten. Edhe të vinë edhe të ballafaqohen këtu me mua. Ballafaqim pa ballafaqim, ti prapë je këtu me prezantu platformën tënde, Visar, edhe po filloj me 2 minutat e parë. Çka ofron ti si kandidat për Gostivarin për 4 vite të ardhshëm? Jetë e dashur, unë në 2017 kam ndjek në debat, edhe atëherë ke mbuluar Gostivarin dhe kemi folë për mbeturina, për qendra cak, për korrupsion, për infrastrukturë të rënuar. Prapë sot do folshim për të njëjtat tema, të cilat atëherë kanë qenë aktuale, por edhe 8 vite më vonë përsëri do flasim për gjitha tema. Ne duhet të ishim barabartë me të gjitha qytetet europiane dhe rajonale dhe të flasim për programe soft, buta, zhvillimore, me qëllim që të japim ekonomisë një shtyqje të madhe konkurruese, për të dhënë të rinjve një mundësi punësimi sipërmarrësie, të arrisim cilësinë, por këto janë tabu tema në Gostivar, sepse po ashtu ne mbytemi në mbeturina, ne mbytemi në ere cila kundërmon gjithandej dhe jemi kthyer në një favel Amerikën Latine dhe bën Gostivar një deponi e madhe, një grope e madhe mbeturinash, e cila si duket nuk ka zgjidhje. Gostivari ka vetëm një kamion për mbeturina, nëse nuk e din, prodhon diku të afër 100 ton mbeturina në ditë, edhe për kësaj që ka koncesioner privat, ato nuk arrin t'i mbulojnë të gjitha nevoja që ka komuna e Gostivarit. E dyta, ka një pajisje të amortizuar kontener të pakët, e cila sot rrallë mund shofi shpamje, e cila ka 4 rrota, kontener me 4 rrota. Ka një fuqi punëtore e cila punon me 18.000 denar apo 300 euro në muaj, në ndërkohë që drejtori ekzekutiv i asaj ndërmarrje, edhe pse me borxhe merr deri në 3.000 euro bonuse, sepse punon me orare të zgjatura. Ne kemi një administratë të mbushur e cila shkon në mitingje partijake, e cila kjo qeverisje e ka marrë me 150 jeta punonjës, ndërkohë që numri i banorëve ka ra për 40.000, edhe kur duhet të ulesh të numri i punonjësve, ne kemi një rritje dyfisht deri në 300 persona të cilat janë administratë lokale, sepse ato nuk duan zhvillimin e Gostivarit, ato duan ta nënshtrojnë dhe ta sundojnë Gostivarin për ta dhënë pastaj si trofe për qeverisje ose për zgjedhjet parakoshme. E fundit fare, unë mendoj që tani ka disa gjëra shtesë, nga ajo kohë që ke qenë ty, keni folë për borxh 1.5 milion, Gostivari ka 25-30 milion euro borxh. Çdo qytetari i Gostivarit ka prej 500 deri 800 euro borxh. Çdo fëmijë i palindur ka diku të afër 1.500 euro borxh. Hulumtimi jon jenë që tem Visare po du me konfirmu me ty, hulumtimi jon po thotë që qytetarët i kanë borxh komunës hiq më pak se 11.27 milion euro. Dhe qytetarët komunës e ndoshta bizneset shtohen tutje, por
Qysh do t'i arkëtosh këto mjete? Jeta ke pa do një herë dikun, qoftë Maqedoni, qoftë Kosovë, do një qytetar i cili vjen vullnetarisht pagun taksat. Është pavësia e komunës ose kryetarit komunës për t'i mbledhur këto taksa. Tani pse nuk i mbledh kryetari i komunës të taksat, duhej sot ta tregonte këtu në debat, pse e penalizon atë që paguan taksa dhe e privon dhe nuk ja jep të kënaqësi dikujt i cili nuk paguan taksa. Gostivari sot Jeta është kampion me ndërtime pa leje. 8800 ndërtime pa leje kemi, e cila rezulton sipas matematikave të mia, nëse e merr dikun ta vër 500 metro katror një ndërtesë mesatare, 132 milion euro të paarkëtuara në emër të këtyre ndërtimeve pa leje, e cila po ashtu shkon deri në 15 milion euro tatim pronë, e cila nuk paguhet se nuk janë pjesë e sistemit. Tani, një kryetar i cili thotë që qytetarët nuk paguajnë tatime, a duhet të vazhdoj të qëndrojnë në kryet të komunës? Atëherë, kallëzona qysh i mbledh ti? Tani, ajo që dua të bëj unë është e parë që të bëj digitalizimin e të gjitha sistemeve të komunës. Unë do e bëj që qytetari të paguaj dhe nuk ka nevojë që të mundet vi deri te komuna të paguaj taksën. Unë do ta kthej taksën e komunës në mirë komunale, shërbime komunale. Mirë, por ste që ata s'dojnë me pagu vullnetarisht, Visar. Po? Qysh i shtin ti me pagu jo vullnetarisht? Jo, ato thjesht e para njerë sepse nuk ka sistem digital. Do të thënë nuk ka sot një platformë e cila ka të bëjë me e-tatimet. Do të thënë çdo njeri i cili mbase mund të jetë vullneti i mirë i tyre, por nuk ka kapacitet komuna, nuk ka mjaftueshëm resurse, shkon deri te biznesi apo te individi për ta marrë këtë lloj pronë. Pse komuna me shku e mos me marrë qytetari vetë me pagu? Sepse nuk ka sistem Jeta, nuk ka sistem platformë, nuk ka. Unë do bëj një revizion të gjitha ndërtimeve pa leje dhe ndërtimeve që kanë qenë nga 2017 deri tani, dua që t'i fusë në sistem. Një formë e pagesës së tatimeve është përdor kushtëzimi, që nëse ti do mi kry do punë në komunë, do me marrë leje e kurëzën me tatim. A keme përdor punën e kurëzimit? Çka keme përdor? Jo, unë do bëj revizion të gjitha ndërtimeve pa leje, që me qëllim që t'i fus në regjistrin e ndërtimeve dhe pastaj jo t'i kurëzoj. Thjesht të tregoj që këto para do përdoren për shërbime komunale, këto nuk janë para të cilat i merr kryetari i komunës apo administrata. Thjesht nëse ato duan arsim cilësor, nëse ato duan një ekonomi të konkurrueshme të Gostivarit, nëse ato duan infrastrukturë të dur, mbeturina më pak e kështu me radhë, duhet paguajnë tatime. Kjo u mendoj Jeta se nuk është vullneti i tyre, thjesht ato nuk janë pjesë e sistemit brenda, sepse komuna i ka lënë jashtë regjistrit të ndërtimeve legale, edhe e dyta, sot nuk ka asnjë komunë, nuk ka asnjë biznes i cili dëshiron vullnetarisht paguan, në qoftë se ato nuk i krijon një debat për t'i treguar se cilat janë projektet, edhe pa pagat, edhe pa parat publike që vinë nëpërmjet taksave dhe tatimeve komunale, këto do jenë më të vogla, më pak më të vogla, edhe do jenë do kenë më të varfëra, do privohen nga ato shërbime të cilat i duan sektorit privat, arsimit e kështu me radhë. Mirë, fole vetë për mbi 8.000 ndërtime pa leje që janë Gostivar, e une po du me u kthy fillimisht me më tregu çfarë plani urban do të bësh për Gostivarin, si e ki planifiku dukjen katet, ndërtimet që të bëhen me leje në periudhën e ardhshme 4 vjeçare. Kjo është shumë e rëndësishme Jeta, sepse Gostivari funksionon vetëm në qendër, edhe jashtë qendrës ke persona të cilat jetojnë me jama septike akoma. Domethënë ne duhet të bëjmë një plan detaj, të tregojmë se cili është truri financiar dhe biznesor i Gostivarit. Pjesa e sheshit ose diametri i qendrës duhet të jetë atje ku jetojnë dhe frymojnë bizneset, zejet, bankat, shërbimet e kështu me radhë, dhe gjithçka të shkojë në shërbim të këtyre bizneseve, sepse e dije që çdo lloj qyteti i madh modern, duke filluar nga Londra e deri tek vendet më të vogla, pjesën më vitale të vete biznesore kanë qendër. Te ne nuk ka një lloj plani të detajuar urban i cili tregon se ku është biznesi, ku janë këto zonat rezidenciale, cilat janë kolektive. E dyta, ne do tregojmë se cilat ku janë zonat rezidenciale dhe ku janë zonat të banuara me ndërtesa apo kolektive. Sot Jeta në Gostivar ke ndërtesa gjithandej, ke mbi vare, afër vareve, kështu me radhë, sepse sot Gostivari është qytet i vetë rregulluar nga biznesi. Ato ku shohin mundësi të vendosin biznesin e tyre apo ndërtimin e tyre vendosin. Pse? Sepse Gostivari nuk ka një vizion se si e Gostivarin për 10 vjeçarin e ardhshëm. Dhe fundit fare, unë dua të bëj një plan të detajuar urbanistik edhe për të krijuar disa zona elitare për njerëz të cilat kanë para,
kanë financa dhe duan të jetojnë në një lloj komuniteti të ndaras veçmas nga qyteti. Ku do t'i ndërtosh ato zona? Ato ka disa zona që janë jashtë Gostivajt, dhe është zona të autostrada që vjen nga Tetova deri në Strug, edhe të fshatat përreth, sepse ka edhe disa zona të cilat janë malore, nga fshati Gjenovic, Simnice dhe Tërnov, ku janë goxha të bukura nga natyra, por mund të krijohen si zona elitare për personat të cilat kanë financa dhe duan të jetojnë në një gated community, siç e quajnë në Amerikë. E sa kat do je i disponu me lënë maksimumi, apo për informatave që i ki? Sa kat mendon që duhet jenë ndërtesat në Gostivar? Shiveta, nuk është problemi i katëve, sa është problemi se në Gostivar asë kërkush nuk i ka privuar ato që të bëjnë parkingje. Dhe me thënë, Gostivar nuk do jepen më leje për ndërtime pa mos asiguruar një vend parking për çdo banor. Kjo do jetë e pa tjetërsueshme, e pa diskutueshme. Dhe me thënë, ti nuk mund të kesh ndërtesë në ndërkohë që i zapton bulevardet, i zapton trotuaret për banorët për të parkuar veturat. Kjo nuk do jetë praktik më në Gostivar. Do jetë praktike ndaluar. Çdo kush i cili planifikon të ndërtoj edhe ndërtesë 10 kaqe, nëse duhet jashtë zonës qendrore të qytetit, do duhet të më tregon se si do ta rregulloj vendin e parkingut. A do shkojnë ndër tokë, a do lë një pjesë të hapësirës të jashtme për parkingje, kjo do të jetë zgjidhja që duhet ta vendosen te projekti teknik që do të dorëzon deri te komuna. Nëse është qashtu, atëherë parkingje, sa do t'i bëjsh të komunës? Një folje për parkingje që do t'i detyrosh investitor të ri me i qelë para se me i kry ndërtesat ose gjatë kryrjes së ndërtesave, po nëse qyteti i ka mbi 15.000 vetura, 1.000 vende parkimi. Do me thonë, kjo hulumtimi joni thot që Gostivari ka 15.000 vetura me 1.000 vende parkimi, duhet vetë komuna me i maru disa parkingje, sa parkingje i premton ti? Si pas dënave zyrtare, dikun të në një 1.000 banor ka 195 automjete, që i bie që dikun të ka 13.000 deri 15.000 vetura në Gostivar, që shkon të 25.000 gjatë kohës të verës kur vinë kurbeqare. Dhe me thonë, Arben Taravaj dhe administratat e tanishme i ka premtuar Gostivajt 4 parkingje në kate, në ndërkohë që i ka ndërtuar 0. Aha, më fal, jo, ka ndërtuar një të cilën i ka kthyer në hotel apo restoran me bashkëpartijakët e vet, edhe akoma nuk dihet se ku është fati i asaj parkingu. Unë nuk do ndërtoj parkingje kate, unë do ndërtoj parkingje nën toksore, e do jenë 4 të tilla, të cilat do bëhet do bëhet në sheshin e Gostivajt, i cili do jetë shesh i integruar. Pse integruar? Sepse duhet që mbi tokë të lëvizin, të ketë gjallëri, të ketë jetë për nipërit, për mbesat, për gjyshit, për fëmijët, për qytetarët, që të mund të pinë një kafe, të konsumojnë një drek, në ndërkohë që ndër tokë duhet të jenë veturat. Ne do ndërtojmë 4 parkingje nën toksore, e para do jetë tek qendra e qytetit, i cili do jetë me 2-4 nën toksore. E si do t'i finansoni çto parkingje nën toksore? Jeta, buxheti i Gostivajt është 27 miliona, komuna ka borx 30 milion. Neve na mungon 3 milion, sepse ato i kanë ngrënë një buxhet të tërë para kohë për një vit. Vetmja mënyrë për të ndërtuar këto parkingje janë me partneritet publiko-privat ose edhe me borx plotësues, i cili nuk e duron më sepse duhet bëhet stabilizimi dhe konsolidimi i buxhetit. Prandaj duhet ekonomist në qendër të qytetit edhe në krye të komunës. Partneriteti publiko-privat në kupton që i jepet sektorit privat apo diasporës, e cila është goxha e rëndësishme për Gostivajin, sepse sjellën 1 miliard euro në vit investime kapitale dhe jo kapitale në qytet, edhe duke e patentuar se i dhënë nën koncesion një pasuri kombëtare, një llogo, një pasuri, një resurs, edhe ato pastaj në koncesion prej 5 deri 10 viteve do mundohen që ta bëjnë investimin paraprak të gjithin, e ta kthejnë pastaj duke e përdorur të koncesionin këtë pasuri natyrore nëpërmjet shërbimeve që do të ofrojnë për ditë apo për vite, derisa të kthehet investimi dhe derisa të kthehet përsëri investimi kapital i tërësishëm komunës. Për njerëz që s'njohin Visar, çka është propavia jote profesionale? I ke hy si kandidat i pavarur me i sfidu 2 aleanca të forta shqiptare edhe Vlenin dhe AKI-n që kanë kandidat vet. Pse ke hy? Edhe
çfarë profesioni ke? Jeta, unë jam ekonomist, ato nuk intereson qyteti, ato duhet të nështrojnë të sfundojnë qytetin, sepse duhet dhe i thonë gjithmonë qytetarit Gostivaj që duhet të kemi zgjedhje parakoshme. Unë e kam për interes qytetarin, unë jam ekonomist, kam përvojë të madhe mbi 20 vit në bashkinë ndërkombëtare, përvoja ime më e madhe në kupton që të kem dhe kam eksperiencë migrante ndërkombëtare, ajo që pikërisht i duhet Gostivajt. Në këtë lloj buxheti ku gjithçka vidhet, kjo nuk është vjedhje, korrupsion, kjo është hajni që e ka bë administrata e tanishme, na duan parat fresta të cilat do vinë nga koncesionerët privat, por e do të vinë nga grantet që janë me shumicë madhe në Maqedoni, për shkak të ndihmave bilaterale që japin ambasadat dhe fondet e huaja, dhe dikush duhet t'i shkruan, t'i aplikon dhe t'i merret t'i menaxhon këto lloj grantesh. Megjithatë, përkundër faktit që ekonomiste u morëm me infrastrukturë, ekonomi edhe planifikim urban, ne nuk falem për shërbimet publike. Po du me të pyet çka keme bo për lagjet edhe fshatrat e Gostivarit që ende janë pa kanalizim. Vardari mbushet me ujëra të zeza e deponia në Rusino vazhdon me kundërbu. Qysh i adreson problemin e shërbimeve publike si dhe me probleme serioze që janë me problemin e ujës. Në Vërto, ku buron Vardari, nuk ka ujësjellës, kemi pyetje prej fshatrave Debresh, Bajin, Segan, që nuk kanë ujësjellës. A kanë me pas këto fshatra ujësjellës me ty? A imaginon jeta 2025 në Evropë të kemi probleme akoma me kanalizim dhe me ujë të pishëm? A imagjinohet kjo? Unë kam në projektin tim atë për programe zhvillimore, për në një kohë kur Debreshi, Qegrani, Forina, Zlapushniku, Turqani, këtë këto kanë probleme ujtë pishëm, ne akoma duhet mendojmë për nevojat e shekullit kaluar. Ajo e cila e bën më tragjike është që Gostivari ka bërë 25 milion euro borxh dhe ne nuk e dim se ku kanë shku këto para. Nuk ka as një investim kapital. Kjo është e barabartë me 850 kilometra kanalizim dhe ujësjellës që mund të bëheshin me këto para të cilat kanë përfunduar në xhepat e oligarkëve edhe njerëzve të cilat janë përreth kryetarit komunës. Te ne ka një ekuacion Pareto që 10% e njerëzve pasurohen në kurrizë të 90% të qytetarëve. Edhe kjo duhet të ndërpritet. Ne duhet patjetër të bëjmë konsolidime e stabilizimin e buxhetit dhe duhet çdo kujt i cili paguan komunale, paguan taksa komunale për të bëjë ndërtim, t'i sillet kanalizimi dhe uji dhe rruga deri te vendi ku i ka paguar këtë lloj lokacioni. Një informacion që nuk e di e dini, por Vardari ka kapacitet për 550 litra sekund, në ndërkohë që në Rubineta përfundojnë 230 litra sekund ujë. Pse? Sepse rrjeti i ujësjellësit është totalisht i amortizuar, i premtuar dhe i financuar nga Seko për paratë e vjedhura, në ndërkohë që uji përfundon në tokë dhe nuk përfundon në çesmat e qytetarëve. Kjo në një kohë ku ka mungesë të ujit në këtë botën, ku ka ngrohje globale, është alarmante shifra që gjysma e ujit përfundojnë tokë dhe mos përfundojnë çesma, në ndërkohë që investitorët e Gostivajit, qytetarët e Gostivajit investojnë në hidrofora, investojnë në mënyra alternative bunareve, sepse komuna nuk u premton dhe nuk u garanton atë që është me konvent humanitare, uji. Mirë, e çka keme bo për Rusinon? Të pyeta për deponin, veç të theksojmë për njerëz që sjetojnë aty, që Rusino është deponi e 9 komunave në rreth Gostivarit, por në territor të Gostivarit. Qysh keme modernizu? Ajo deponi nuk ka certifikatat e punës që sigurohen nga Ministria e Ambientit Qetësor. Ajo duhet të dislokohet patjetër. Nuk e ka atje vendin sepse ato nuk e bëjnë përpunimin e mbeturinave dhe unë dua që të kemi një partner të fuqishëm europian i cili merret me këto punë, ka referencë, ka eksperiencë, ka kapital që të mund ta bëjë përpunimin, reciklimin dhe përdorimin për energji biogas, që Gostivari mos ketë më varfshmëri nga energjia elektrike e shtrenjtë për të merret nga mbeturinat dhe nga përdorimi i mbeturinave. Mira e kësaj pune që Gostivari ka deponi, por duhet t'i plotësojë nevojat rajonale dhe patentat dhe licencat që kanë bënë me operimin. Dhe e dyta, nuk e di a e dini, por Rusino, edhe pse nuk ka asnjë lloj shpenzimi përveç rrogave, punon me humbje. Imagjinoni tani këtë e me juve çysh keni me imbulu shpenzimin? Konsolidim, këtë nuk do ketë menaxhment partijak. Nuk do ketë menaxher që të vinë nga tefterat e partijave politike. A je gatshëm me qit njerëz për punën që janë të kualifikuar? Patjetër. Shive, jeta, ajo që do bëj si ekonomist do bëj performancën dhe vlerësimin e performancës të çdo punonjësi, qoftë
menaxhmenti që punonës, i cili është në çdo lloj institucioni komunal, edhe do bëhet 360 shkallë, nga klienti, nga kolegu dhe nga drejtori. Në qoftë se ato nuk e kënaqin performancën vitin e parë, do jepet me shkrim vërejqe dhe një lloj plani zhvillimor për ato pikat të cilat ato i kanë të dobta. Në qoftë se vitin e dytë ato marrin përsëri vlerësim negativ, unë jam i detyruar me ligj që ta përzën nga puna. E të sjell persona të rinj, sepse në çdo parti ka persona të mirë, edhe do duhet ta kthej institucionin e shpalljes punës jeta. Do duhet të ketë konkurs aplikim dhe intervistë pune me njerëz ekspert të pambarur nga komuna dhe në fund të ketë vlerësim të performancës. Siç po e trajtoj administratën, unë dua që edhe administrata më trajton mua. Çdo vit do marr vlerësim nga punonësit dhe nga qytetarët dhe jo premtoj publikisht që nëse vitin e dytë do bëj një referendum, qytetarët do vlerësojnë negativisht për performancën time, unë nuk dua t'i pres më zgjedhjet. Do largohem vetë. A ta finanson ty fushatën elektorale ndonjë ndërtues? Asnjë sepse unë e kam marrë fushata ime financohet nga dy burime. E para nga fondet federale të mia dhe e dyta nga diaspora. Diaspora e cila është sa shumë është e prirur të ketë ndryshime, sepse janë patriotët më të mëdhenj që duan këtë vend dhe asnjëherë nuk pyeten se si duhet zhvillohet ky vend. Ato sjellin 1 miliard euro nëpërmjet investimeve kapitale, harxhimeve në shtëpi edhe harxhimeve për operative për të ndetur 2 javë në verë dhe 1 javë në dimër dhe askush kërkues si pyetën. Unë jam shpresë e vetme e tyre. Shpresa e cila lufton korrupsionin, lufton partitë politike të cilat duheshtet na sillin progres për na sollën regres. Visar, 5 minutat e fundit, po du me ndëgju planin tënë për me e zhvillu arsimin në Gostivar. Jetë arsimi është e vetë mja fush e cila nuk kam kompromis. Dhe me thënë e vetë mja fush me të cilën unë nuk dua të ketë kompromis. Gostivari sot ka 850 nxënës që janë në qerdhe, në ndërkohë që ka 5900 fëmijë në moshën nga 0 deri 7 vjeç. Me thënë ne 4000 fëmijë i lejojmë të strehohen në për atëherë, sot qerdhe keme mujt 4 vite me ndërtu. Çdo vit do kem nga 1 plus, sepse duhet që zgjerohet kapaciteti i qerdheve. Do e fus fuqishëm në shkollë orientimin karrierë, çdo fëmijë mos jetë rob i preferencave të shokut vet, bulizmit të shoqëve dhe shokëve të vet. Nëse i ndërton 4 qerdhe, Visar, sa fëmijë mendon që keme i shti prej 0 deri 7 vjeç në nga 250 1000 fëmijë plotësues do jetë buxheti, sepse kaq mundemi të bëjmë në 4 vjeçarin e parë, do të arrisim kapacitetin për 100% të fëmijëve, që të mundet fshatrat posaçërisht që janë vende rurale, mos i sjellin fëmijët në qytet për qerdhe, po t'i mbajnë të afër vendbanineve, afër prindreve, që të mund t'i marrin gjyshrit dhe gjyshrit e tij saj nga qerdhja dhe të mund të zhvillojnë aftësitë sociale dhe pedagogjike në shkollë. Sa shkolla, sa shtëpi sportit, sallat sportit, sa biblioteka. Shkollat nuk janë mjaftueshme, pa që do të bëjmë ne do ndërtojmë panele solare që shpenzimet operative, nuk e di a dini, për shkollat kanë borxhe diku për 3 milion euro i kanë furnitorëve dhe bashkëpunëtorëve. Unë do dua që ta minimizoj këtë lloj borxhi duke futur panele solare që ato të mund shesin pastaj rrymë elektrike bizneseve përreth, edhe investimin që do marrin dhe fitimin që do marrin nga ky investim ta mund ta kthejnë në rinovimin e pajisjeve shkollore, modernizimin e pajisjeve, digitalizimin e proceseve, deri tek stipendionet dhe bursa që do marrin fëmijët ekselent për të marrë pjesë në përgara. Sa shkolla kemi qit panele solare? Të gjitha, ne do kemi në të gjitha shkollat fillore dhe shkollat e mesme, do qësim vitin e parë panele solare, sepse kjo është e pa tjetërsueshme. Sa të kushton, Visar? Një panel solar kushton prej 10.000 deri 15.000 euro. Se cila shkolla, po? Tani varësisht nga se sa hapësirë ka. Shkollat janë të ndryshme në hapësirë, mirë po. A punojnë gjitha shkollat e juja në Gostivar me një ndrim? Jo, nuk punojnë, ka 2 ndrime dhe kjo është për shkak të jo optimizimit të mjaftueshëm të profesorëve dhe nxënësve, ndërkohë që këtë shkollat tjera kanë optimizim sipas metodologjisë të Ministrisë Arsimit, që thotë që një ndrim ose një paralele të ketë 15 dhe 25 nxënës, të ne kjo është 1/8. Një profesor ka 8 nxënës. Do duhet njëre përgjithmonë që të optimizohet ky numër, që ato lëndë, ose ato profesorët të cilët nuk kanë fondetorëve, me partneritet me sektorin privat krijohen profile dhe kualifikime të reja për të rritur numrin e nxënësve në shkollat profesionale. Mirë, me një anë po fol që ka shumë mësues, po a keme guxuar me qit prej pune
mësus nëse janë faktikisht ma shumë se që duhet për fëmijë. A keme Jo, mri? do rekualifikimin e tyre për lëndë të cilat janë konform tregut punës dhe sektorit privat. E para dhe dyta do t'i fusim në për angazhime në edukim jo formal, sepse edukimi jo formal jeta tani po merr më tepër hovë se edukimi formal. Ne duhet të ndërpresim të japim diploma dhe certifikata jo dije. Ne duhet të shesim dhe të japim dije, të transferojmë kompetenca dhe shkallësi të reja dhe çdo profesor, qoftë i ciklit tullet, qoftë i ciklit lartë, i cili nuk ka fonde të orëve, duhet të rikualifikohet për të mundur të angazhoj një nxënës që të jetë i konkurrueshëm në tregun e punës. Kemi Nuk mundet prej? ma Gostivaj të jetë i fundit në për testet rajonale, në për testet matematikës edhe mos ketë asnjë lloj shenje në për to testet rajonale. Lidhur me arsim, prej shkollave të Forinës dhe Qajlës, kena pyetje, a do të kenë palestër këto dy shkolla? Shkolla e Qegranit ka palestër, ajo që ju duhet shkollave Forinës dhe Qajles, ju duhet mobilitet. Shkollat e Qajles dhe Forinës nuk kanë transport organizuar. Ministria e Arsimit ju jep para blok dotacione komunës, në ndërkohë që komuna i keq përdoren për paga 99%. Dhe nuk i jep kompanisë më të famshme të Gostivare, e cila thotë që nuk i ka paguar 1.2 milion euro dhe transporti është bë vetëm të 2 javë e fundit kur kemi dalë në përzgjedhje. Ajo që i duhet nxënësve dhe prindërve është të qohet, të organizohet transport nga vendi i Apo e premton transportin gjithmonë 4 vite? Kjo është bashkë me ujin, me kanalizimin, kjo është e drejtë themelore e qytetarit. Por se nuk e premtojmë këtë gjë, çfarë tjetër të premtojmë qytetarëve ne? Nëse i kemi disa pyetje të shpejta për fund, nëse gjatë mandatit juaj ngritet aktakus kundër jush, a dhe jepni dorëheqje? Jo aktakus, vitin e dytë do bëj referendum, nëse nuk janë të kënaqur qytetarët, unë do largohem. Unë nuk vi nga politika, edhe nuk jetoj nga politika. Unë jetoj nga profesioni im, nga CV-ja ime, edhe nëse qytetarët e mi nuk janë të kënaqur, atëherë unë largohem nga politika, sepse Ku punon momentalisht, masi po thum ki punë, mundesh më kthym? Unë kam dhënë dorëheqje nga një projekt i Bankës Botërore, të cilën para një jave e fitova si team leader, edhe dhash dorëheqje sepse u thash nga Washingtoni nuk është etike dhe morale, unë mbaj 2 profesione, edhe pse kam mund ta mbaj si part-time, kam thënë jo, sepse i duhet më tepër Gostivajit. Edhe dorëzoj mandatin tim, ja kam dorëzuar një personit tjetër, i cili e ka marrë projektin që është akoma ka filluar tani dhe do jetë akoma i gjallë për 4 vjeçarin e ardhshëm, dhe unë e kam dhënë dorëheqje për të shërbyer Gostivajit. A ka sakrificë më të madhe se kjo jeta? Sa gra do t'i emrosh drejtoresha apo udhëheqësi dikasterave nëse bosh kryetar? Nuk mund ta premtoj sepse do kemi institucion konkurs. I rekomandoj dhe motivoj të gjitha gratë, sepse gratë janë menaxherë më të mirë se burrat. Marrin më pak riske edhe dinë bëjnë vendime më të cilësore. I motivoj që njerëzit të aplikojnë sepse te unë nuk do ketë më nominime me tefter partijak. Edhe në qoftë se do ketë persona që vendosin banerin tim me foton time në Facebook. Faleminderit shumë. Ishte ky Visar Ademi, kandidat i pavarur nga Gostivari.